ndërkohë që bëhet protestë. Ndërkohë dhe ju deshën protestat këtyre. Dhe populli s'di gjë, i kalojmë, marrin fuqi ligjore këto akte, po kur populli ta marrë vesh, është tepër vonë atëherë. Është tepër vonë. Dhe kanë për ta bërë sepse e kanë masakruar këtë popull për 36 vjet. Betohem, jemi më keq se në komunizëm. Pse interesoi ta frynin të protestave, ta krijonin? Për të bërë të zhurmë, për të bërë zhurmë që kanë të planet. Populli ka një shprehje. Ujku mjegull do. Kjo ndihmoi kjo protesta ata. Ta kanë kaluar me këtë protestë kanë kaluar shumë gjëra që s'kan kaluar me 3 vite. Po. I bën shumë shpejt. Për një muaj, kanë kaluar dhe gjëra, jam i bindur, kanë kaluar dhe gjëra tjera, po nuk i dim. Nuk i dim, kanë kaluar dhe shumë gjëra tjera. Çfarë po bëhet në Shqipëri? Pra ne nuk mund t'i quhemi më shtetas të shtetit të Shqipërisë. Nuk mund të quhemi më. Jam i bindur që me këto poshtërsi që po bëhen. Na mërzitë sot të bën. Të thuash të vërtetën nuk do të thotë mërzitje. Ky është realiteti. Kjo është e vërteta. E vërteta është e hidhur. Ta padë për borxhe. Ta padë për borxhe që na bënë sot. Unë? Sta padë ajo. Na e padi për borxh, ë? Për ju që ndoshta kjo është e vërteta. Edhe thoni çapo na fisni, çapo na. Mjafton të hulumtoni, të nderuar shikues. Sot ekziston mundësia se ka internet. Hulumtoni, shikoni dhe do të dini në këtë përfundim. Unë jam thjesht një papagall, një përsëritës mjeran i atyre që din të flasin më mirë nga unë, janë më ustallar se unë, kanë bërë hulumtime dhe kanë dalë në këto përfundime, që Shqipëria po shitet, kjo është vetëm pjesa e parë e kafshimit të madh të Shqipërisë. Mossadi, shërbimi i fshetit izraelit, është betuar të marrë gjithë Shqipërinë. Dhe ne të kthehemi në shërtorët e tyre, aq sa do të ngelen dhe kanë si plan që nga 3 milion, nuk jam i bindur që kanë 3 milion, po mund të jenë 1.800.000 apo 1.500.000, të ngelemi 500-600.000, pra të ngelemi pakic këtu. Çfarë do bëjmë ne, të zgjedhim të rrim shërbëtorë të tyre apo të ikin? Ato nuk e di. Unë do mundohem të mos jam shërbëtor. Se çfarë bëjnë të tjerët, e din të tjerët. Për aq kohë sa ky popull ka qenë gjithmonë i përçar, edhe kur ngrihet, nuk ka mbrojtur kur interesat e veta, po ndërkohë është bërë lodër e politikanëve, ta thash, ndërkohë që protestojnë, ato që se bën dot për vite të tëra, ata po e bëjnë për një muaj, tani ti kuptoje se ç'bëhet. E diti që vetëm në palas për shembull, po merret uji i një lumi në Vlorë dhe do ngelen me kush e di sa hektar atje shumë bujq do ngelen pa gjë dhe ai uji do t'i shkojë atij fshatit, asaj qendrës turistike, po që do vendosen hebrenj aty. Aty kanë për të vendosur hebrenj, edhe do t'i shkojë gjithë ai uji aty. Ndërkohë shumë të tjerë do vdesin për bukën e gojë se nuk kanë me çati ujitin, me çat me tokat, arat e tyre. E diti që izraelitët nuk po blejnë vetëm Shqipërinë, po blejnë kjo punë po ndodh në Itali, në Salento po ndodh. Edhe atje pse sa ta duan të kontrollojnë gjithë tregtinë që hyn nga Gibraltari, kush merr Sazanin, ka kontrollon tregtinë e gjithë Bregdetit. E kupton plus asaj që Sazanin e duan ata se Sazani është pak ishull që ofron autonomi, edhe duan ta kthejnë si ishulli i Epsteinit ata. Edhe kjo ekziston si... Po, atje nuk do kontrollohen dot, edhe do ndodh kjo që atje do ketë sakrifica fëmijësh, flime fëmijësh. Atje do bëjnë poshtërsi nga më të ndyrat. E diti që Sazani ka dhe një qytet në toksor poshtë? Po? Pa. Të sa mund të shrahojnë 3.000 duket. 3.000 njerëz. Është ndërtuar qyteti? Që atëherë është qytet antibërthamor. Se duan ta kthejnë si Epstein, si ishulli i Epsteinit? Policia nuk ka qasje. Po. Populli nuk shon dot se është larg. Edhe në ato ishull Sazani do bëjnë poshtërsi nga më të ndyrat. U intereson mafiozët që ta kenë atë ishull. Sot tregtia më e madhe është tregtia e gjakut fëmijëve, adenokromi. Madje këta ustallarë që drejtojnë botën e kanë futur dhe mafien shqiptare për të në çështjen e adenokromit. Ka dhënë një herë para ca kohësh televizionet këtu dhanë një kronikë që humbasin shumë fëmijë. Për çfarë përdoren ata fëmijë? Qeveria shqiptare është ndiheni për çfarë përdoren. Rrëmbehen shumë fëmijë, u merret gjaku, u merren organet. Ata do të kenë autonomi të plot, me mos pavarësinë aty shumë.
Edhe jam i bindur që ai show ka dhe tunele në toksore që të nxjerrin në pjesë të ndryshme të Shqipërisë apo edhe më gjerë dhe në Itali mbase. Se ka shumë gjëra që ne nuk i dim tani po. Tani po i marrin vesh. E kupton tani se çfarë po ndodh. Ato që këta zotrinj, kjo klasë politike nuk arriti për 36 vjet, e arriti shumë shpejt. Nëpërmjet protestave janë miratuar gjithë këto leje. Po i bëhet gjëma. Po i bëhet gjëma Shqipërisë. Po i bëhet. Po, a ka ndonjë formë o Klodian, kjo është ajo, nuk po them që do japësh ti zgjidhjen, se ndoshta edhe ma keq kuptohet sikur të vë përpara përgjegjësisë me këtë gjë. Po thjesht një bisedë thjesht po bëjmë mirë. A ka ndonjë formë tjetër valla që të si mund të zhbëhet kjo gjë? Pra, okay, do thuash ti me pastrimin e asaj, gjithë duhet jemi koshient dhe gjithë duhet bëjmë bashkë. Po si duhet bëjmë Kam bashkë? s'di t'jap zgjedhje. Unë di them vetëm këtë që në qoftë se populli ngrihet, po ngrihet tamam. Ngrihet tamam pra. Po se Ngrihet si nuk duhet. e lejon ato se ngrihet populli tamam, po nuk e lejon Nuk ato. ngritën ata, nuk u ngritën tamam. Populli nuk i di. Për shumë populli as nuk merr me mundimin, ndonse ka internet, nuk merr mundimin që të shikojë se çfarë janë miratuar për këtë një muaj. Çfarë projekte vështira janë miratuar. Si po u merret gjithë bregdeti shqiptarëve. Ky është vetëm fillimi. Kaq nuk mund t'jap dot zgjidhje. Është një popull që edhe kur janë ngritur në protesta shqiptarët, janë ngritur nga politika. Pra, nuk u vjen natyrshëm protesta si në Greqi. Shikon Greqiti. Në Greqi ngrihen grekët. Okej, ata e kuptojnë politikanët që nuk mund të bëjnë dot çdo gjë që duan, por gjithsesi kanë bërë ca gjëra. Edhe në Greqi gjendja nuk është ashtu siç e duan protestuesit. Më vjen keq, por gjërat kështu janë. Unë kam dalë të jap zgjidhja. Unë kam dalë vetëm të them, zgjidhjet le t'i gjejnë tjerët pastaj. Eksakt. Se mund t'i gjejnë shumë më mirë nga unë, shumë më mirë nga ty, e shumë më mirë nga të gjithë ne. Unë t'i them vetëm këtë që Shqipëria po t'kurret, Shqipëria po rrudhet, ne po ikim për skrap. Po ikim për skrap. Mossadi do ta marrë shumë shpejt Shqipërinë, nëse nuk e merr, nëse nuk ndalen këto protesta, është i betuar Mossadi të fusë 3 shtete, Greqinë, Serbinë edhe Maqedoninë për të destabilizuar Shqipërinë, për t'u hequr përsëri vëmendja. I kanë marrë gjitha masat, është e dhimbshme. Është e dhimbshme sepse kemi jetuar, jemi lindur, jemi rritur këtu, kemi jetuar, paguajmë taksa, e kur vjen puna, jemi të shpronësuar, ky është mendimi im. Edhe ato le të thonë, jo zvërneci, janë 4 miliardë euro, 4 miliardë dollar, të kujt janë ato? Të Kushnerit. Vërtet janë të Kushnerit? Jo. Të këtyre arabëve, vërtet janë të arabëve? Unë them jo. Janë të këtyre që bëjnë pastrimin e varave. Dhe janë të detyruar nga ca qarqe të fuqishme që të hedhin para tani, sepse përndryshe ato qarqe të fuqishme e marrin zvarr këtë klasë politike. Janë paratë e këtyre, janë vjedhur për këto 36 vjet, 30 deri në 40 miliardë dollar, unë them edhe